Përshëndetje të dashur teleshikues, po japim lajmet në televizionin 4+. Fruthi i cili prek zakonisht fëmijët ka shkaktuar viktimat e para në Amerikë nga mos vaksinimi. Ndërgjegjësimi është maksimal në Shqipëri. Në Lushnjë nuk ka asnjë rast me fruth. Fruthi është një sëmundje virale shumë infektive më i zakonshëm tek fëmijët e vegjël që mund të çojë në komplikime serioze nëse nuk je i vaksinuar. Rënja e nivelit të vaksinimit ka rritur rastet me fruth dhe përpasoj ka shkaktuar viktimat e para në Teksas, në Amerikë. Edhe në Shqipëri është rritur kujdesi dhe ndërgjegjësimi për vaksinimin tek fëmijët. Në Lushnjë për situatën që jemi nuk ka raste me fruth, thot Mimoza Kote, kryevaksinatore. Për situatën që jemi aktualisht në rrethin e Lushnjës nuk ka raste me fruth, as të dëshuar dhe as të konfirmuar. Vaksinimi për këtë periudhë ka ecur në rregull. Kemi gjithsej për 3 mujorin e parë 166 fëmijë që janë të moshës 1 vjeçare. Tani nga këta 122 e kanë bërë në kohë vaksinën. Pjesa tjetër për arsye të virozave, të sëmundjeve që kanë fëmijët, e kanë bërë pak më vonë, por në fund të 3 mujorit vaksinimi është 100%. Do me thënë, 166 fëmijët 1 vjeç e kanë aplikuar. E njëjta gjë është edhe për fëmijët e moshës 5 vjeç, që jemi një çik më të rritur në këtë moshë dhe pretendimi i prindërve për ato arsye të autizmit e njërën tjetër nuk qëndron dhe vaksinimi është 100%, është i plotë. Nënat janë të ndërgjegjësuara, personeli shëndetësor ka bërë punën e vet. Mendoj se në këtë situatë jemi mirë. Jemi mirë dhe me aplikimin edhe me ecurinë. Fëmijët që janë të pavaksinuar dhe sidomos dhe ata që janë me probleme shëndetësore janë shumë të rrezikuar, sepse fruthi është edhe fatal. Ndërkohë edhe ata që janë me 1 dozë dhe refuzojnë për të bërë dozën e dytë janë të predispozuar për të prekur. Por ecuria është pak më e mirë e fruthit kur je pak i mbrojtur me dozën e parë. Prandaj sugjerohet doza e dytë dhe ne kemi 1 vjeç edhe 5 vjeç për të aplikuar 2 dozat e vaksinës. Vaksina ka fruthin, ka rubeolun, ka shytat. Është një vaksin super, e ruajtur në kushte optimale. Aplikohet për 2 fëmijë, sepse është flakoni me 2 doza, i ruajtur në kushtet optimale si këtu në një VKSH, ashtu edhe në përqendrat shëndetësore të cilat të gjitha janë pajisura me frigorifera. Aplikimi bëhet në moment, hapet vaksina për 2 fëmijë, ecuria është e mirë. Mos shikoni internetin që vaksina shkakton autizëm, nuk është e vërtet, sqaron zonja Mimoza. Aq më tepër duke parë situatën që fruthi në botë edhe këtu te ne është prezent, mos shikoni shumë internetin. Ndiqni këshillat e personelit shëndetësor, të konsultorit, të nënës dhe fëmijës, gocat që ju thonë gjithmonë që është vaksina për të bërë në këtë datë, aplikojeni sepse nuk ndodh asnjë gjë. Asnjëherë nuk është e vërtetuar që MMR-ja, vaksina e fruthit, jep autizëm, absolutisht jo. Ju sugjeroj në kohën e duhur duhet të bëni vaksinën, të mbroni fëmijët. Sot është 8 prilli, dita ndërkombëtare e romëve. Takimi në bibliotekën e Lushnjës me romët për romët trajtoi problemet e ndryshme me të cilat përballet ky komunitet. Dita ndërkombëtare e romëve 8 prill është një ditë për të festuar kulturën rome dhe për të rritur ndërgjegjësimin për problemet me të cilat përballen romët. Sot në Lushnjë u organizua një takim me romët për romët, ku ishin të pranishëm pjesëtar të komunitetit rom. Ferit Milanj, drejtor ekzekutiv i romëve të Shqipërisë, Lindita Buxheli, deputete, kryetari e bashkisë Eriselda Sefa dhe Zeniola Hoxha, drejtore e zyrës arsimore Lushnjë. Ferit Milanj, drejtor ekzekutiv i romëve të Shqipërisë, theksoi se komuniteti rom sot nuk është në nivelin e duhur sa i përket shkallës së zhvillimit dhe integrimit të tij. Komuniteti rom në përgjithësi vërtetë në Shqipëri nuk është në atë nivelin e duhur për sa i përket shkallës së zhvillimit dhe integrimit të tij, edhe pse në shumë vende bëhet dhe flitet shumë, por realiteti është aty ku problematikat sociale komunitetit rom i ka të përditshme, siç janë në butësim, në arsimim, në përfaqësim politik dhe rrugën dhe zhvillimin e kulturës dhe traditës zakonit të këtij komuniteti.
ne kërkojmë vëmendje nga politika qendrore dhe lokale që të kërkohet më shumë vëmendje për këtë komunitet, se ne jemi pjesë e barabartë e kësaj shoqërisë dhe duam ta zhvillojmë, ta integrojmë që ne të përfaqësohemi dënësisht në shoqëri dhe në vendimarrje lokale dhe politike në nivelin qendror. Ishte institucioni i bashkisë do të jetë aty për të mbështetur për çdo shërbim apo investim që ne do të bëjmë në shërbim të këtij komuniteti. Në kuadër të programit do jam aktiv, ne arritëm të hartojmë dhe të miratojmë planin për integrimin e komunitetit e rom dhe egyptian, sepse duam të realizojmë atë që Periti përmendi gjatë fjalës së tij, që ne të kemi mundësi të bëjmë integrimin e komunitetit tuaj, sepse ju jeni pjesë e shoqërisë së qytetarëve të Bashkisë Lushnjë. Por ne gjithë duhet të shërbejë si një ditë reflektimi për të kthyer më shumë vëmendje jo vetëm sot në 8 prill ditën tuaj të shënuar, por çdo ditë të vitit të kthejmë syt nga komuniteti rom. Do t'i referoesha arsimit profesional ku komuniteti rom ka kuota të caktuara, ndërkohë dhe kurset e formimit profesional që janë 80 të tilla në qarkun Fier, do të thënë në qytetin e Fierit, dhe një pjesë e mirë e këtyre kurseve të formimit profesional përshtaten edhe me traditën tuaj me punën artizanale, të cilën dhe me profesioneve kurse të tjera, të cilat ju i keni trashëgiminë shekullore. Kemi një ulje të braktisjes shkollore nga fëmijët e komunitetit rom, ku për këtë vit shkollor janë të regjistruar dhe ndjekin arsimin bazë dhe atë të mesëm rreth 262 fëmijë, ku vitin e kaluar kemi patur një numër prej 249 fëmijësh. Arsimi profesional, kriterin kryesor për të pranuar, ka mbarimin e arsimit 8 ose 9 vjeçar, gjë të cilën vetëm një pjesë e vogël e romëve e përmbushin. Unë jam rom, unë që qëndroj para jush, jam nga stëribat e gongut e vitit Lombardit. Kur nuk isha mjaft i bardh për të bardhët, as ka mamizi për të zit. Erdha vetëm të falë sa vargje, e të marrë të artrokit e tuaja në këmbim. Ka që më mjafton për të qeni lumtur. Edhe në Fier u organizua një takim për 8 prillin, ditën ndërkombëtare të romëve, ku diskutuan arsimimi, strehimi, punësimi dhe përkrahja e tyre sociale. Edhe në këtë 8 prill, dita ndërkombëtare e romëve e gjen komunitetin rom në Fier jo të mirë integruar në shoqërinë shqiptare, me sfida që duhen kapërcyer si arsimimi, strehimi, punësimi dhe përkrahja e tyre sociale. I pranishëm në takimin e zhvilluar sot me fokus rritjen e ndërgjegjësimit mbi sfidat dhe mundësitë e tyre për fuqizimin e tyre ekonomike e social, Bledar Taho, drejtor ekzekutiv i Institutit të Kulturës Rome në Shqipëri, ka pohuar se një ndër sfidat më të mëdha me të cilat po përballet komuniteti rom është emigrimi. Ndërkohë, ligji për pakicat kombëtare miratuar në 2017 ka patur përmirësime të vazhdueshme në dhjetor të vitit 2024 me 3 akte të tjera në ligjore. Ndaj mund të themi që deri më sot ka qenë i pazbatueshëm, ka thënë Taho. Komuniteti rom përballet me vështirësi të caktuara që kanë të bëjnë me pjesën e integrimit në shoqëri, me pjesë të edukimit, pra ka vështirësi të caktuara në frekuentimet e klasave në të gjitha nivelet, pra nivelin elementar të edukimit, në nivelet të mesëm dhe në nivelin e lartë. Gjithashtu ka problematika të caktuara për sa i përket punësimit. Në fjalë, ashtu siç është gjithë shoqëria shqiptare, siç dihet, edhe minoriteti rom e ka prekur një masë e madhe e emigrimit dhe kjo ka detyruar që për arsye ekonomike shumë anëtar të minoritetit rom këtu në Fier e kanë lënë vendin e tyre dhe janë drejtuar drejt vendeve të Bashkimit Evropian, her pas here duke kërkuar dhe azil në vende të ndryshme. Por ka dhe anëtarë të tjerë të cilët janë përpjekur që me këto iniciativat të ndryshme dhe programet që ofrohen për përfshirjen sociale të minoritetit rom dhe qendrat e formimit profesional, zyra e punës, me qëllim që ata të përfshihen dhe të kenë mundësi që të krijojnë atë jetesën e tyre në qytetin e Fierit. Anisa Yzeira, përfaqësuese e drejtorisë rajonale të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive Fier, ka theksuar se vetëm për vitin 2024 janë regjistruar 400 kërkesa nga komuniteti rom, ku 42 prej tyre janë punësuar.
Ne si Drejtori Rajonale e Agjencisë Kombëtare të Punësimit, në databazën tonë kemi rreth 400 veta të regjistruar dhe gjatë 2024 kemi arritur të punësojmë rreth 42 veta, ku fokusi kryesor kanë qenë me programet e nxitjes punësimit. Gjatë vitit në vazhdimsi, në bazë të treguesve të ardhur dhe nga Drejtoria Kryesore, do vazhdojmë që të mbështesim këtë kategori me shërbimet tona përkatëse, gjithashtu edhe me punësimin e tyre. Panajota Lushi, aktivist i cili ka fituar një çështje me policinë në Strasburg, i ka kërkuar politikës më shumë mbështetje për këtë komunitet. Prindërve rom të mos neglizhojnë arsimimin e fëmijëve dhe të eliminojnë edhe martesat e hershme. Të çojnë fëmijët në shkollë, të arsimojnë që mos braktisin shkollën dhe mos bëjnë martesat e hershme, do doja dhe bashkëpunimin e institucioneve lokale apo qendrore, apo partive politike, që mos të diskriminohet ky komunitet, siç janë bërë popullsia tjetër të bëhen edhe tek ta infrastruktura rrugore, apo rikonstruksioni banesave, çop problematika të tjera, apo në qendra shëndetësore të ketë infermier. Po ta marrësh si shembull, Drizën nuk ka infermier, nuk ka mjek familje tek ne. S'kemi ku të drejtohemi. Qoftë në Baldës, të gjithë ku ka, dhe në Leva nuk kanë infermier. Kjo ne ndjejmë shumë mungesën. Shtetit vejdor, qoftë në shëndetësi, të pajisen gjithë qendra shëndetësore me mjek. Një tjetër problematik madhore në këto 8 prill është cilësuar edhe diskriminimi i shtuar i këtij komuniteti kryesisht në rrjetet sociale. Kryeministri Edi Rama priti sot në Tiranë komisioneren Kaja Kallas. Së bashku mbajtën një konferencë për shtyp ku Rama foli për procesin e antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Shefja e diplomacisë e Bashkimit Evropian, komisionerja Kaja Kallas, vizitoi sot Shqipërinë. Pas firmosjes së marrëveshjes për financimin e ekurudhës Durrës-Rogozhin, pjesë e korridorit të 8, ajo dhe kryeministri Edi Rama mbajtën një konferencë të përbashkët për shtyp në Tiranë. Rama e vlerësoi takimin shumë pozitiv dhe foli për procesin e antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, duke theksuar se të gjitha vendet e rajonit kanë një synim të përbashkët për antarësimin në Bashkimin Evropian. Rama u shpreh se Shqipëria e Bashkimi Evropian janë tërësisht të linjëzuar në politikën e jashtme dhe nuk ka çështje të hapura mes dy palëve. Mes nesh dhe Bashkimin Evropian nuk ka asnjë problem apo çështje të hapur. Përkundrazi, kemi një linjëzim të plot në të gjitha aspektet, gjë që shprehet më së miri edhe në politikën e jashtme të Republikës së Shqipërisë, e cila është 100% e linjëzuar me politikën e jashtme të Bashkimit Evropian. Dhe natyrisht që kemi folur sidoqoftë për sfidën e madhe të procesit drejt antarësimit të Bashkimit Evropian, për kalendarin shumë ambicios të dakordsuar me Komisionin për mbylljen e negociatave brenda vitit 2027, ashtu si kundër kemi folur edhe për rajonin dhe për problematikat në rajon, në një moment kur ne kemi të domosdoshëm unitetin dhe stabilitetin e të gjithë rajonit, ku fatmirësisht të gjitha vendet kanë synim të shpallur strategjik antarësimin në Bashkimin Evropian dhe ku ky destinacion është një pikë referimi jashtëzakonisht e dobishme dhe ndihmuese për të kuptuar edhe politikën e ditës dhe hapat që të gjithë bashku duhet hedhim në të përditshmën tonë, në mënyrë që jo thjesht secili prej nesh të antarësohet Bashkimin Evropian, por i gjithë ky rajon të bëhet pjesë organike e familjes bashkuar evropiane. Kryeministri Edi Rama foli edhe për vendimin e presidentit Trump që vendosi një tarif 10% për mallrat që eksportohen nga Shqipëria në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ky vendim nuk do të ketë ndikime të mëdha në ekonominë e vendit për shkak të volumit të vogël të eksporteve, tha ai. Qasja jonë ndaj gjithë kësaj politike të re që po bëhet me tarifat është një qasje shumë e thjeshtë dhe në një farë mënyrë komode për vetë pozicionin tonë, për vetë volumin e tregtisë që ne kemi me Shtetet Bashkuara dhe në rast se i referoheni edhe tabelës tarifave të shpallura nga
sala ovale, ne nuk kemi arsye të kemi asnjë shqetësim. Gjithashtu sot, edhe kryetari i Partisë Demokratike, zoti Sali Berisha, mbajti një konferencë për shtyp pas vizitës në Këshillin e Evropës në Strasburg. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, pas vizitës në Këshillin e Evropës në Strasburg, mbajti një konferencë për shtyp. Berisha tha se ishte zëri shqiptarëve në këtë forum ndërkombëtar, duke denoncuar situatën në Shqipëri si një narkoshtet dhe narkodiktaturë. Zoti Berisha në deklaratën e sotme theksoi anulimin e një darke zyrtare që ishte planifikuar për kryeministrin Edi Rama në Këshillin e Evropës, duke e quajtur një turp të madh dhe një skandal ndërkombëtar. Në këto takime bëra historiku me shkurtër të kanabizimit të Shqipërisë, me të cilin u hodhën themelët e narkoshtetit. Hap në Shqipërisë ndaj kokainës dhe shtrimin e saj në një hub kryesor. Shkrirjen në një sipërmarrje të përbashkët të shtetit me drogën dhe me krimin. Shkrirjen në një sipërmarrje të përbashkët. Vendimarrjen në të gjitha nivelet të krimit të organizuar në Shqipëri. Mendoj se ky ishte një takim shumë i çmuar, shumë i dobishëm me Komitetin e Torturës. Së fundi, gjatë darkës që ushtrua, grupi parlamentar i EPP-s na ftoi dhe ne ishim të nderuar të darkonim me presidentin e Asamblesë Parlamentare për kryetarët e delegacionet dhe delegacionet e Italisë, Greqisë, Suedisë për takimet që na rezervuan. Unë mund të them se me këto takime u shkrin të gjitha mashtrimet, dizinformimet që Edi Rama me veglat e tij ka bërë në atë institucion dhe u bë më qartë se ç'përfaqëson ky person të cilit për herë të parë në historinë dhjetra vjeçare ky institucion i anullon darkën zyrtare. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashk, mirupafshim.